Tregu i Stom Golemit ishte këtë të diel i mbushur me tregtar dhe fermer që tregtonin gjën e gjallë të tyre. Po dhe kështu rritja e çmimeve ka goditur ekonominë familjare duke ulur fuqinë blerëse. Tregtarët thonë se janë të detyruar të rrisin çmimet e kafshëve për arsye se është rritur edhe baza ushqimore që ushqejnë kafshët. Kjo ndikon dhe në rënien e shitjes së baktive sepse çmimet e larta janë të papërballueshme për xhepat e qytetarëve. S'kan lek. Duhet me i mojt. Rini s'ka. Vetëm pleq, nuk janë atë e o kryu kushtet për prodhim. Është qumë të i poshtë, ta gjia shtrejt, s'ka ku shkoll me të mo. I kjo është rinia, si nuk i dënë rinia, unë kam 2 kërën, lopët, kush nuk një më gjanë për to. Ta është një letruona me i hek. Çmimet janë shumë shtajt baktia. Darkucat, si i thojmë na, kalamoqi, ta na kanë shtojtu, e fjallë, mise, 100-200 lek për kile, kanë shtojtu, me të kalume. A bakti zblej, 500.000 lek, 700.000 lek, 500.000 lek i dhi. A qa, i dengë son, 8.000 lek, i njëm, 12.000 lek i dengë i vjetër, ka shka rritë. Tregu i Stom Golemit operon vetëm fundjavë dhe është i vetmi treg për bakti në Shkodër që frekuentohet nga shumë fermer për tregtimin e baktive të tyre.